institucionin në zyrë avokatie. Seanca parlamentare e kësaj të njëjtë nisi me debate. Shkaku bë kërkesa e Partisë Demokratike për interpelancë me kryeministrin Edi Rama, lidhur me çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në nisje të seancës, kryeparlamentari Niko Peleshi bëri me dije se interpelanca nuk mund të zhvillohet, pasi çështja pritet të shqyrtohet nga gjykata kushtetuese. Nuk duhet pranuar sepse çështja është aktualisht një shqyrtim gjykatën kushtetuese dhe është ky organ që do të jap një interpretim përfundimtar mbi kompetencat dhe ndarjen e pushtetit ndërmjet institucioneve të ndryshme. Çdo përpjekje për ta nxjerrë një vendim politik para se të përfundojë shqyrtimi kushtetues mund të cënojë parimet e pavarësisë të institucioneve dhe sundimit të ligjit. Përgjigjja e Peleshit solli reagimin e ashpër të opozitës. Në emër të grupit parlamentar të PD, Gazmend Bardhi jo vetëm kërkoi praninë e kreut të qeverisë në parlament, por edhe akuzoi atë se ka marrë në mbrojtje Ballukun. Të pandehurën ministre, të paktën 3 herë në ditë me video selfie apo postime në Twitter, si një mjet presionin ndaj gjykatës kushtetuese. Pra një njeri që flet nga mëngjesi deri në darkë vetëm për këtë çështje, ka vetëm këtë shqetësim, i fshihet deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. I kërkuar që kryeministri vite të japi llogari këtu, se cili është motivi që sot që ne flasim, ka në kabinetin qeveritar numrin 2 të pandehur nga SPAK-u për abuzime me tendera. Në debat, u përfshin dhe deputetë të tjerë opozitar, të cilët përgjigjen e morën nga shefi i deputetëve socialist Aulan Balla. Nuk kam, duhet të jepni llogari. Duhet të jepni llogari dhe nuk keni çati bëni drejtësisë, nuk keni çati bëni SPAK-ut. Këtë deputetin që për të bërë interesant për rrjetin e tij social, vërtet dhe kujton se është interesant se po u pendua Lulbasha, do t'rregoj se sa para i ke dhënë për të marrë mandatin 2017. Kaqti. Dakord? Kujdes se mos të bën të penduarin Luli. 74 vota kundër. Me 74 vota kundër dhe vetëm 17 pro, Kuvendi rrëzoi kërkesën e opozitës për debat në parlament, lidhur me çështjen e numrit 2 të qeverisë, Belinda Ballukun.